Unë jam mendimin e njeriu. Domethënë, nëse njeriu mendon mirë, ai mira inshallah do të vi. Gjithmonë të kesh mendimin pra pozitiv dhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu, çka do që të ndodhi ty në jetë, ta dish se nëse je besimtare dhe e beson Zotin sinqerisht, dije se ajo është hajër, çka do që të ndodhi në jetën tënde ose në jetën time. Gjithmonë ta kesh mendimin për atë mirë, karshi Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Dietarët na kanë mësuar që çdo moment ta kemi mendimin e mirë, karshi Allahut. Sidomos në këto momente ose këto situata, nëse gjendesh, duhet edhe më tepër ta kesh mendimin pozitiv. Pra, në çdo moment do të kemi mendim pozitiv të Allahut, se çdo gjë që na ndodh në jetën tonë, ne e kemi dorëzuar jetën tonë Zotit xhelle xhelalu dhe çdo gjë që ndodh në jetën tonë, ndodh për hajër, për të mirë për ne. Prandaj, shpesh e përmendim edhe atë ajetin kuranor që Allahu subhanahu xhelle xhelalu na thot: "Asa tuhibbuna shay'an wa huwa sharrun lakum." Ndoshta ju e doni diçka. Njeriu don shumë gjëra në jetë. Mi po nuk i ndodhin ato që çka don ti. Domethënë ka disa gjëra në jetë që ti dëshiron shumë, i don. Du që të bëhet diçka. Duhet që të bëhet kjo, që të punësohem fulan vendi. Duhet bëhet kjo, duhet të udhtoj këtu. Mirë, po ka raste që nuk plotësohen atë çka ti dëshiron. Edhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu thot: "Ju e doni diçka. Mirë, po nuk është e mirë, është sherr për ju. Prandaj Zoti nuk ta jep atë çka ti dëshiron në shumicën e rasteve në jetën tënde. Zoti nuk ta jep atë çka ti dëshiron, sepse nuk është e mirë për ty. Se ne nuk e dim të ardhmen. Zoti e din të ardhmen tonë. Dhe thot i madhi Zot: "Asa takrahuna shay'an." Dhe ju ndoshta urreni diçka, "wa huwa khairul lakum." Dhe është e hajrit, dhe është e mirë. Ka shumë gjëra që na ndodhin në jetën tonë, për shembull që urrejm, gjëra që na ndodhin në jetën tonë, urrejm, na bjen një smundje, na bjen diçka, dhe ne urrejm pse më ka ra kjo e keqe. Mi pa Allahu subhanahu xhelle xhelalu na bën me dije që është hajër për ju, është e mirë për ju, ti nuk e din të ardhmen. Ti ke desh të puncohesh fulan vendin. Por nuk ka qenë kader, nuk ka qenë e caktuar që ti të puncohesh, e ke desh shumë puncohesh. Ndoshta për momentin je mërzit. Ndoshta për momentin të ke qajt. Po mas një periudhe kohe, çfaqet ty që ka qenë më mirë që si puncu fulan vendi. Prandaj çdo gjë që na ndodh në jetën tonë, na ka mësuar profeti alayhi salatu wasalam, nëse ndodh diçka në jetën tonë, ti do të thosh qaddar Allah ma sha fal, ky që caktimi i Zotit dhe Zoti cakton çka të doj. Vendos çka të doj i madhi Zot xhelle xhelalu. Prandaj, si besimtar gjithmonë do ta kemi mendimin pozitiv ndaj të madhit Zot xhelle xhelalu, sepse Allahu subhanahu xhelle xhelalu na don të mirën, nuk na don të keqen. Allah azza wa xal nuk ja don të keqen njeriut. Allahu subhanahu xhelle xhelalu ja don të mirën njeriut. E tani dietarët na mësojnë, sidomos në këto situata, nëse gjendesh, gjithmonë ta kesh mendimin pozitiv ndaj Allahut. E para, thon dietarët, momentet e agonisë vdekjes, që secila prej nesh, secili do ta provoj. Kullu nafsin dha'iqatul maut, secili do ta shijoj vdekjen, secili do ta provoj. Asnjëri nuk është i përjetshëm në këtë dynja. Se ka vëz Zotit përjetshëm në këtë dynja asgjë. Kullu man alayha fan, thot Allahu subhanahu xhelle xhelalu, çdo gjë të zhduket. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe do mbesi Allahu subhanahu xhelle xhelalu, çdo kush prej nesh do vdesi. Momentet e agonisë vdekjes, momentet që njeriu e shikon që nuk ka kthim më, jam drejtu në dynja tjetër, këtu duhet mendimi pozitiv. Të kesh mendimin e mirë ndaj Zotit xhelle xhelalu, që ti të mendosh që un jam duke u kthyr te i madhi Zot, i cili është i mëshirshëm. Mos e mendo atë pjesën që Zoti do dënoj, po mendo që Zoti xhelle xhelalu do të mëshiroj. Sepse i madhi Zot e ka mëshirën e madhe. Profeti alayhi salatu wasalam e thot në një hadith, në një thënie,
Profeti alayhi salatu wasalam thot la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsin dhan billah. Thot mos vdesë askush prej jush vetëm se duke pas mendimin pozitiv ndaj Allahut subhanahu jalla jalalu. Deri ta kesh mendimin pozitiv ndaj Allahut subhanahu jalla jalalu. Prandaj kur ka ardhur vdekja Bilalit radiallahu anhu, Bilali radiallahu anhu ka qenë muezini pra i profetit alayhi salatu wassalam, i cili ka thirrë ezanin, që e ka përzgjedh profeti alayhi salatu wassalam, e ka përzgjedh të thirrë ezanin kur është hap Mekë, kur e kanë shliruar Mekën. I pari që ka thirrë ezanin në Qabe kush ka qenë? Bilali radiallahu anhu. Dhe Bilali radiallahu anhu nuk ka qenë vendas Mekas. Po Bilali radiallahu anhu ka qenë sklav, pastaj e kanë liru, nuk ka qenë vendas. E profeti alayhi salatu wasalam e ka zgjedh Bilalin të jetë muezin, sepse e ka meritu mbas meritave, jo bas njoftshmërisë. Në Islam nuk hes me njoftshmëri. Tjejimi, a e meriton atë post, a se meriton tjejimi, s'ka problem, le të bëhet puna shkele shka. Çka do lloj posti? Mos dal shumë prej teme. Çka do lloj posti? Tjetë. Duhet vehet njeri që e meriton atë post. E profeti alayhi salatu wasalam ka pas zgjedhje, ka pas shokët e vet më të ngushtë, ka pas familjarët e vet. Mirë, po profeti alayhi salatu wasalam e ka vu Bilalin radiallahu anhu thërrasi ezanit, dhe kjo është mësim shumë i madh. Kjo është mësim shumë i madh për gjithë ato të cilët i ka myt nepotizmi. Pse? Tje imi, tje vlla im, tje shoku im, tje kështu dhe të vendosim në këtë post. Me njoftshmëri, në Islam nuk hecet me njoftshmëri. Në Islam hecet me zotësi. Je i Zoti, ta mash atë punë, ta bësh punën si duhet. Dhe profeti alayhi salatu wasalam shumë qartë thot, Allahu e don një njeri, e don shumë një njeri, i cili kur e merr punën mundohet ta bëjë në mënyrë më perfekte. Mundohet ta bëjë në mënyrë më të mirë. E profeti alayhi salatu wasalam këtu na mëson që çdo kush duhet caktohet në vendin që meriton. Prandaj një prej sahabëve kur i ka thënë profetit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, më vendos fulan vendi. Të bëj një punë fulan vendi, ka thënë ti nuk mundesh ta bësh atë punë. Nuk mundesh. Ti kthehem asaj mos dal shumë prej teme. Bilali radiallahu anhu ka thirrë ezanin. Momenti që i ka vdekja Bilalit radiallahu anhu. Ka qenë gruaja vet prezente. Dhe ka pa që është kthy, është duke kaluar, është duke shkuar në atë dynja, dhe ka bërtit gruaja vet. Ka thënë, "Wa Bilale, o Bilalim." I ka thënë Bilali radiallahu anhu, "Nuk ka më mos thuj më wa Bilale." Po unë shifni çka bindje ka pas, subhanallahu, çka imani, çka besimi kanë pas. Kjo është mendosh mirë për Allahun azza wa xal. E di që kam gabime shumë, po e di. E di që kam gjunahe shumë, po e di. Po e di që unë e besoj një Zot i cili është Rahmanur Rahim, i cili është Ghafurur Rahim, i cili është i mëshirshëm, i cili e pranon toben. Unë e besoj një Zot i cili është më i mëshirshëm se nana për fëmijën e vet. Unë e besoj një Zot i cili Gjelle Gjelalu thot, nëse ju keni gjunahe sa shkuma e detit, dhe nëse kërkoni falja, unë do t'ju falë, thot Allahu subhanahu Gjelle Gjelalu. Dhe Bilali radiallahu anhu ka thënë gruz vet, kur ka vërtit gruaja vet, dhe ka thënë mos thuj ma wa Bilale. Gadan sa'altaqi Muhammeden wa sahba. Ka qeni bind në rahmetin Allahut, mëshirën Allahut, ka thënë nesër, mas vdekjes time, unë do të takoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe do të takoj shokët e mi. Në momentet tilla të kesh mendimin pozitiv dhe Allahut subhanahu Gjelle Gjelalu. Pra, momentet e agonisë ose momentet e para se me vdek njeriu do të ketë mendimin pozitiv që unë do kthehem te Allahu subhanahu Gjelle Gjelalu, dhe kjo mendimi pozitiv ty të bën që ndjesh edhe më rahat. Sa njerëz kanë smundje të pashërueshme për shembull. Ka smundje të pashërueshme që Zoti e ka caktuar që mos shërohet, sepse ka smundje të njëjtën diagnozë, dikush shërohet dhe dikush nuk shërohet. Dhe është moment e shikon që ma nuk ka kthim, ma çdo ditë jam duke u tret, dhe çdo ditë jam
duke afru edhe më shumë, çdo kush prej nesh çdo ditë jemi duke afru te Allahu subhanahu xhelle xhelalu dhe çdo ditë jemi afër vdekjes, nuk ka diskutim. Mirë po kur njeriu ndodhet në ato situatë, për shembull në momentet smundje të pashërueshme dhe ma mendimin pozitiv, ka mendimin e mirë që unë edhe nëse vdes, inshallah unë do të takoj Allahun subhanahu xhelle xhelalu dhe i madhi Zot është Rahmanur Rahim. Është i mëshirshëm. Prandaj këtu profeti alayhi salatu wasallam na mëson që thot në një hadith, thot duhet ta dini dhe duhet punoni. O njerëz, duhet ta dini, po edhe duhet punoni. Duhet ta dini se nuk hyni në xhenet pa mëshirën e Zotit. Gjithsesi duhet punoni. Se nëse don të zbresi mëshira e Zotit, duhet punosh. Nëse don me zbrit mëshira e Zotit, duhet bësh atë çka thot i madhi Zot xhelle xhelalu. Nuk do të thot unë vazhdoj të punoj punë të këqija, të bëj haramet ndryshme. Edhe them Zoti është i mëshirshëm, ja kur njeriu mundohet të largohet asaj, çka Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka ndalu, atëherë zbret mëshira e të madhit Zot xhelle xhelalu. E dyta, që të kemi mendim pozitiv ndaj të madhit Zot. Kjo ishte e para, domethënë që të kesh mendimin, të kemi mendimin pozitiv, mendojmë mirë ndaj Allahut subhanahu xhelle xhelalu momente që është duke ardhur vdekja. E dyta, që do të kemi mendim të mirë është kur kemi vështirësi të ndryshme. Kur ke kalon në momente të vështira në jetën tënde, dhe çdo kush, çdo njeri kalon momente të vështira, nuk ka diskutim. Kushdo qoftë ai njeri, sepse Zoti e ka bërë këtë dynja të tillë që të kemi vështirësi. Prandaj Allahu subhanahu xhelle xhelalu thot në Kur'anin e Kerim: "Wa laqad khalaqna al-insana fi kabad." E kemi kriju njeriun, kebet me komentu do të thot vështirësi mas vështirësi e kalon vështirësi të ndryshme. Kjo është dynjaja, më thonë e ke patjetër të kalosh vështirësi të ndryshme në këtë dynja. I herë mirë, i herë keq, i herë bardhë, i herë zi, i herë diell, i herë shi. Kjo është dynjaja. Mirë po momente që ti gjendesh në vështirësi. Në këto momente gjithmonë do ta kesh mendimin pozitiv ndaj Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Në këto momente do ta kesh mendimin pozitiv ndaj Allahut azza wa xal. Allahu subhanahu xhelle xhelalu kur thot në Kur'anin e Kerim: "E me yujibu muttara idha da'an." Kush ka me tu përgjigj ty o njeri? Kush do të përgjigjet momente që jetë vështirë? Muttar jenë në vështirësi të hatashme. Ke vështirësi të shumta. Thot Allah azza wa xal, kush ka me tu përgjigj? Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj kur je në vështirësi dhe bën dua dhe i lutesh Allahut me mendimin pozitiv, Allahu azza wa xal ka me tu përgjigj. Prandaj thon dietarët, një prej shkaqeve që Allah azza wa xal të përgjigjet duas tënde është pikërisht kur je në vështirësi. Një prej shkaqeve, do të thonë, sepse ka shkaqe me të përgjigj Allah azza wa xal duas. E një prej shkaqeve është kur je në vështirësi. Kur je në vështirësi dhe ti lutesh Zotit sinqerisht, Allah azza wa xal ka me tu përgjigj. Pse? Sepse ti ke mendim pozitiv ndaj Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Ashtu siç i tha, e përmendëm dia ashtu siç i tha Zekeria alayhi salam, ju drejtua Allahut subhanahu xhelle xhelalu, "Wa lam yakun bi du'aika rabbi shaqiya." Unë gjithmonë kur kam bë dua Zot, asnjëherë nuk jam mësuar që mos përgjigjesh, mendimin pozitiv. Dhe kur je në vështirësi, mos thuaj që mbaroj gjithçka për mua. Jo. Kur je në vështirësi, gjithmonë ta kesh mendimin pozitiv ndaj Allahut azza wa xal që Zoti ka më shpëtu. Zoti ka më ndihmu. Allahu subhanahu xhelle xhelalu është me mua. Ta kesh mendimin pozitiv ashtu siç na mëson i madhi Zot në historitë shumëta në Kur'anin e Kerim, ashtu siç na ka mësuar profeti alayhi salatu wasalam gjatë jetës vet. Ne dim që kur ka ndodhur lufta e Khandekut, luftë që ka ndodhur në kohën e profetit alayhi salatu wasalam, i kanë rrethu muslimanët, jo besimtarët, që jo besimtarët janë bë koalicion kundër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe kundër muslimanëve. Dhe i kanë rrethu. Sa thuhet ka pas shok profeti alayhi wasallam, aq vështirë ka qenë ajo periudhë, ajo kohë,
sa thote kishim frikë edhe t'i krynim nevojat tona personale. Dhe ke lufta Khandekut kanë hap Handeqe. Dhe profeti alayhi salatu e selam kur ka hap Handeqen, ka punu profeti alayhi salatu e selam me hap gropa. Dhe ka thonë profeti alayhi salatu e selam Allahu Akbar. Ka thonë Zoti është më i madhi. Thot e hapëm, e marëm dhe Persin. Shokët e vet tash tu duke mendu, ne jemi në gjendje të vështirë. Neve na kanë rrethu gjithandej, kurse profeti alayhi salatu selam na premton që ne do marrim edhe Persin. Që ne do marrim edhe Persin. Këtu është ajo momenti. Profeti alayhi salatu selam na mëson që njeriu do ta ketë mendimin pozitiv në momente të vështira, ama maj mendimin pozitiv ndaj Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Zoti është me ty kur ti e beson sinqerisht Allahun subhanahu xhelle xhelalu. Kur profeti alayhi salatu selam ishte në shpellë me Ebu Bekrin dhe hyn atë shpellën Thawr. Dhe i kanë gjermu nga mas profeti alayhi salatu selam me vra. Dhe aq shumë janë afru jo besimtarët, sa në hyrje të shpellës thot Ebu Bekri radiallahu anhu i kanë pa kamët. Dhe është friksu Ebu Bekri jo për vetin e vetë, por për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot profetit alaihi salatu wasallam, na zunja Rasulullah. Moment i vështirë tani. Në hyrje të shpellës janë jo besimtarët. Dhe shpella Thawr është shpellë shumë e vogël. Sa thuhet vetëm kokën ta ulnin dhe i shikonin profetin alayhi salatu wasallam dhe Ebu Bekrin. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu kur ka thënë profetit alayhi salatu wasallam na zun ya Rasulullah. Profeti alayhi salatu wasallam si ka thënë: O Ebu Bekr, çka mendon për dy veta, i treti është Allahu? Çka mendon për dy veta, i treti është Allahu subhanahu xhelle xhelalu, idh qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Thot Rabbul Alamin Kurani Kerim, kur i tha shokut ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i tha Abu Bekrit, la tahzan, mos u mërzit, mos u dëshpëro. Pse? Inna Allaha ma'ana, Zoti është me ne. Sa bukur do ishte që në momente më të vështira që ti gjindesh, ti thush vetvetit tënd, ose edhe dikën që shikon momente të vështira, ta këshillosh dhe ti thush, mos u dëshpëro, se Zoti është me ty. Mos u mërzit, se Zoti është me ty. Momentet më të vështira, pra, njeriu do ta ketë mendimin pozitiv ndaj Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Kur ke mendimin e mirë, dije se Zoti ka më dhënë atë mirën që ti mendon, Allahu Teala e di më së miri. Kjo ishte e dyta, domethënë që të kemi mendimin pozitiv, karshi Allahu Azza wa Jall, momentet e vdekjes, para vdekjes dhe momentet e vështira. E treta, kur ke vështirësi ekonomike. Kur ke vështirësi ekonomike, kalon, çdo kush prej nesh kalon momentet atilla që her pas here ka vështirësi ekonomike. Në tilla momente, maj mendimin e mirë karshi Allahut Azza wa Jall. Është një hadith shumë i bukur i profetit alayhi salatu wasallam, një thënie shumë e bukur i profetit alayhi salatu wasallam, që e transmeton Ibn Mesudi radiallahu anhu, i cili thot sallallahu alaihi wasallam, thot men nazalat bihi faqa. Men nazalat bihi faqa, dhe thot kush kalon në një periudhë vështirësie ekonomike, ka jetu ke kalu në vështirësi. E thot fa anzalaha bin nas lam tasud faqatahu. Dhe më thanë, ta shpjegoj hadithin. Nëse ti ose unë ose çdo kush kalon momente vështirësie ekonomike, dhe ti këtë moment që ti e duke kalu në vështirësi ekonomike, i kërkon njerëzve, man shpresë të njerëzit. Man shpresë të njerëzit. Thot profeti alayhi salatu wasalam, nuk ka me e kaluat vështirësi. Nuk ka me e kaluat vështirësi. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse dikujt i bën vështirësi ekonomike, dhe i mbështetet Allahut, i kërkon Allahut subhanahu xhelle xhelalu, Allah azza wa jall thot, ka me e furnizu herët apo vonë. Herët apo vonë. Çka na mëson ky hadith?
Ky hadith në mëson shumë gjëra. Një prej atyre të kesh mendimin pozitiv që risku jot është edhe risku im është Allahu, nuk është ke njerëzit. Dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka mësuar që ti njëherë duhet dish kujt orientohesh dhe kujt i kërkosh në fillim. Kujt do t'i kërkosh në fillim? Allah azza wa jall, idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh, kërkoj Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Dhe kur të mbështetesh, mbështetju Allahut. Kur i kërkon Allahut dhe i mbështetesh Allahut, Zoti do të bëjë njerëz sebeb që ty të ndihmojnë. Mësim tjetër marr që njeriu e ruan edhe dinjitetin e vet. Sepse duke ja shtrit dorën secilit njerë, ty të bjen edhe dinjiteti. Duke i lyp secilit njerë, ty të bjen edhe autoriteti. Prandaj kur njeriu mbështetet Zotit, i kërkon Allahut, i merr sebepet e duhura, dije se Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka me ndihmu. Si puna e borxhit për shembull. Edhe kur merr borxh, do të kesh mendimin pozitiv. Profeti alayhi salatu wasalam na ka mësuar, kur ti e merr borxhin, e merr borxhin me niyetin, me qëllimin që unë do ta laj këtë borxh. Nuk e kam marr borxhin mos me ja kthy njeriut. Nuk kam marr borxhin mos me ja kthy njeriut. Se vetë fjala borxh është borxh. E ke patjetër me e kthy. Dhe mirë ato njerëz të cilët e neglizhon kthimin e borxhit. Ka shumë borxhe, një prej llojeve të borxhit është paren kur e merr ti. Ja merr dikujt. E merr dikujt dhe i thu, do ta kthej. Rri rahat, bën be 500.000 beja i bën. Dhe kur vjen koha me e kthy, nuk e kthen se s'do me e kthy. Po për Zotin, nëse njeriu e merr borxhin me niyetin, me qëllimin, me la borxhin pasha Zotin, bëj be. Nëse njeriu e merr borxhin me niyetin, me qëllimin që ja Rab ndihmon, o Zot ndihmon ta kthej këtë borxh. Po për Zotin, Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka ta bot mundër ta kthesh borxhin dhe Zoti do të furnizoj ka sta pret mendja ty, sepse ti ke frikë borxhin ta mbash. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rabbul alamin thot dhe kush e ka frikë Zotin, dhe ti e ke frikë Zotin ta mbash borxhin. Hakun e tjetër kujt, është haki tjetër kujt, nuk është e jotja. Nuk është e jotja dhe kemi thënë që hakun e tjetër kujt, Zoti ty nuk ta fal as mua as kërkujt, nuk ja fal Allah azza wa jall hakun e tjetër kujt. S'është djersa tjetër kujt. Dhe Zoti është i drejtë, Zoti nuk bën pa drejtësi. Dhe Allah azza wa jall kur thot, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib", dhe kush e ka frikë, para të kesh frikë Zotin, nëse e ke frikë Zotin, thot Rabbul alamin ka premtuar diçka. Çka të ka premtu? Yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ka me të furnizu, ka sta pret mendja. Ka me të furnizu, ka sta pret mendja ty. Prandaj momenti që ti e merr borxhin me niyetin me la borxhin dhe mendimin pozitiv që Allah azza wa jall do ndihmoj, dije se për Zotin Allah azza wa jall ka për të ndihmuar. Se kemi thënë dhe e përsërisim që risku është në Allah, te Allah azza wa jall, nuk është te njeriu. Njerëzit janë thjesht sebeb. Për Zotin, nëse risku i yt ose risku im është në fytin e dikujt, dije se nuk ka me çun në stomakun e vet, në luktin e vet, do ta nxjerrë dhe të vinë në fytin tim ose në fytin tënd. E kemi treguar një rast. Mos më dal tepër nga prej teme. Nëse e kisha fjalën që kemi mendim pozitiv në larjen e borxhit ose mendimin pozitiv kur ke vështirësi ekonomike, se atë çka ka caktuar Zoti për ty është për ty. Tregon një mjek i cili ka qenë ndërimi natës në urgjencë. Dhe thot na vjen një rast tepër urgjent, thot i ka mbet dikujt një kikirik në fyt.
e kanë pru gati të vdekt. E thotë o mundu me gjitha haja kanë zjerë kikirikun. A i kikiriku ka ra për tokë, se kanë vure ato, e kanë zjerë. Kur vjen dërimi tjetër të nesmen, 7-8 mëngjesit, ndërohen doktorët, dhe një, a i që ka ardhë mëngjes, e shikon kikirikun për tokë, e merë, edhe e fshin, edhe shtingoj, e ka hangër. I thot ky doktori që ka qenë mbram, thot çka e të hangërve? Qa hanë? Thot e gjeta një kikirik poshtë dhe hangra. Tani mo të flasim këtu, si e hangri, si nuk është neverit, lejat që është e neverit, ka ndodhi. Edhe ky mjeku çka i thot? Thot i madhrum, subhanallah, i madhrum qoftë Allahu, thot, i mbeti kikiriku ati më fyt mram, e nëzorën pas e qenë në faka, pas e qenë risku jatë. Prandaj tash, nëse risku im është në fytin tënd, dhe Zoti e ka caktu që risku yt është në fytin tënd, keme nxjerr, nuk keme hangër. Sa herë i themi njerëzve subhanallah, peshkun kur han peshk. A ke menduar një herë që ai peshk ka qenë det, ka qenë ku e di unë oqean, a ka qenë lum, a ka qenë liqen. Ai peshku ka qenë shumë i vogël, ama qysh i vogël, Zoti e ka caktuar që të vinë pjatën tante. Risku yt, Zoti e ka caktuar që në det, fulan peshku do jetë i yti. Dhe këtu na mëson Allah, ti je i qetë. Prandaj Zoti ne na qetëson. Allah azza wa jalla na qetëson që o njeri, riskun e ketë unë, mos u shqetëso. Duhet i marrë sebepet, nuk ka diskutim. Duhet punosh, nuk ka diskutim. Pa punë s'ka. Puna është sebep, duhet gjallënosh, duhet punosh. Ama gjithë duhet ta dish që riskun e ketë Allahu subhane gjelle gjelalu. Ta përmendim edhe një, pastaj tjera do i përmendim herën tjetër, kur të kesh mendimin pozitiv karshi Allahut, dhe Allahut subhane gjelle gjelalu. Kur kërkon falje Allahut për gjunahe, çdo kush për nesh gabon. Thot profeti alayhi salatu selam, kullu bani adam khata. Çdo bir Ademit është gabimtar. Gabimtari më i mirë është ai që kërkon falje te Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Ky është gabimtari më i mirë. I cili gabon, gabon dhe kërkon falje. S'ka as njeri që thot un jam i pagabushëm. Çdo kush është i gabushëm. Kush do qoftë ai njeri. Kush do qoftë ai njeri, besimtar pa besimtar, çdo kush gabon. Mirë po gabimtari më i mirë, thot profeti alayhi salatu vesselam, është ai që kërkon falje të Madhit Zot. Dhe këto do të dinë diçka. Kur ne kërkojmë falje te Allahu azza wa jall për gabimet që kemi bën, do ta kesh mendimin pozitiv që Zoti mu të më falë. Allah azza wa jall i falen krejt gjunahet. Allah subhanahu jalla jalalu i falen krejt gjunahet. Rabbul alamin, i Madhi Zot, kur thot në Kur'anin Kerim, ajetin kuranor, Ja ju alladhina amanu, la taqnatu min rahmetillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah azza wa jall thot, o ju që keni besu, i thëret besimtarve. Besimtar gabon po, o ju që keni besu. La taqnatu, mosu dëshpëroni. Dhe mosu demoralizoni. Prej mëshirës Allahut, se Zoti i falen krejt gjunahet. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Rabbul alamin i falen krejt gjunahet. Mjafton që ti ngresh durët dhe mjafton që ti thush po ja Rabb un kam gabu, o Zot un kam gabu, më fal. Mëshira jote o Zot është më e madhe se gjunahet e mia. Gjunahet e mia janë shumë të vogla përballë mëshirës Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Prandaj Allah azza wa jalla don njerëzit të cilët kërkojnë falje. Allahu subhanahu xhalla xhelalu i don njerëzit të cilët kërkojnë falje te Allah azza wa jall me sinqeritet.